Territori i Kosovës për datën 29 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të thata, duke sjellë mot kryesisht të vranët me intervale kthjellimesh si dhe temperatura të ulëta gjatë gjithë ditës. Paraditja do të jetë me vranësira të lehta në shumë zona, ndërsa pasditja sjell mot të qëndrueshëm pa reshje në të gjithë territorinë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 6 gradë Celsius në jugperëndim të vendit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindje me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 29 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 29 nëntor do të jetë në orën 6:36, ndërsa perëndimi në orën 16:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 3 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 1 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 3 gradë Celsius. Pej 1 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë -2 deri në 1 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 6 gradë Celsius. Malishev -1 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 2 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 2 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 2 gradë Celsius. Suharek 1 deri në 5 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 4 gradë Celsius.